Përshëndetje Dardan, faleminderit që ke pranuar ftesën e periskopit, ti je mysafir i ynë, ndihemi nderuar në prezencën tonë. Faleminderit Elir për ftesën, shëndetësi të jemi bashkë në shtëpinë tonë, në zërin e periskopit, një ndër mediat më opozitare në këtë qërëditet madhe të politikës dhe terrenit tonë politik. Faleminderit për vlerësimin. Tash e një kohë je pjesë e Aleancës, tash me emrin e ri Aleancës. Si po kalon Aleancë? Mirë, jam si në shtëpinë time, jam i impresionuar me atë që më ka prit Aleanca. Mirë po me Aleancën, në kuptimin me njerës Aleancës, unë kam një rrugtim edhe më të gjatë. Edhe pse jam në Aleancë është e përbashkëta e jo në luftën dhe sakrificën, dhimbjen dhe kënaqërinë që ka kalu brezën në ato trishonat e arta UÇK, pra me familjen Haradinaj, ka qenë një rrugtim i gjatë në rrethonat e luftës, me tutje edhe në rrethonat tjera të luftës së ushqishmëtare kombëtare, ku unë se bashku me disa shokë të mi edhe me djemt e Dogagjinit, që mos me i përmen, po me i përshëndet gjithë që janë një brez i arti, shoqënisë tonë që kanë met në hije, për shkak të modestijes që kemi pas ne si luftëtarë të luftave. Pra është ky mozaiku që pse në Aleancë, pse të Aleanca, pse ndihem si në shtëpinë tem në Aleancë, ku padyshim aty janë burrat më të mëdhenj të kombit tonë, dhe jo rastisht janë më të mëdhenj për arsye se mas 5, 6 e 7 marsit të epopesë së madhe të lavdijes së kombit tonë, familjes Haradinaj, ishte ajo e Glogjanit e familjes Ashari, ishte kjo me familjen Haradinaj. 24 marsit. 24 marsit, do me thonë, jo rastisht ndihesh mirë. Pra, me dy general, si në familje, tash me zotin Gjini një personalitet me leadership tepër të madh, një njeri që nje për shkak të së kaluarës tij në institucione, nje dorën dhe nevojën se çka ka qytetari, nje se si duhet të frymon organizimi partijak, jo pse zoti Haradinaj nuk e ka pas, si me thëmë, këtë vizion. Mirë po, ajo çka është të bëjë zoti Gjini tash në Aleancë, jam pashtu i impresionuar duke kriju edhe struktura të reja, duke kriju edhe disa mekanizma dhe instrumente tjera brenda strukturës. Ju jeni edhe pjesë e kryesisë tash. Po, kemi gjithë kryesi, një kryesi e mirë, dinamike, në frymën demokratike, transparencës, komunikimit, debateve, që nëse lidhem tash me politikën, unë kam rrugtuar 19 vite me lëvizjen vetëvendosje, po jo tash për ta përbalë Sa vite, 19 vite. Jo për ta rrugtuar. Një karrierë gjatë. Po në kam thënë, luftar qërimtare, ja kam dhënë 3 vite, e lëvizjet vetëvendosje, unë edhe shumë shokë me ja kemi dhënë 19 vjetë, dhe me thonë kohën më çmuar të rinijës tonë, ja kemi dhënë lëvizjes vetëvendosje, edhe me kam thënë kështu me metafore, po t'i shpenzonim 19 vite në rrugë, duke qenë si shitës ambulant, paktën dhe ta rregulloni mishenjen tonë. Pra është e treshke që kemi kalu një si brez në këtë pluralizmin politik edhe në opozitën e lëvizjes vetëvendosje, edhe shumë shokë e shoqe të cilat kemi humbur mundësi të arta të kuptimin edhe të jetës edhe të familjes, po ja këta jemi këto, dhe me thonë, e di me dhënë edhe të ka një brez të madh të shqiptarëve prej Erlindasve që... Ndiheni i penduar, apo mendoni që me gjatë 19 vite në një subjekt, në një organizatë, cilat të qoftë ajo, është një eksperiencë madhe jetësore, nuk jam pak 19 vjetë. Kështu që ndiheni pishman, ndiheni penduar, apo mundi me vlerësu me gjatë që keni përfitu diçka? Unë që kam përfitu është aspekti negativ i kuptimit të politikës, pra që ti në një organizim sot nuk do t'ishte normal që shkryet herës mos shkryesh mos besim. Pra për kauzat nuk ndihemi penduar, pra edhe sot i qëndroj kauzave se Kosova nuk ka pas nevojë për kësi lloj privatizimit i cili po vazhdon edhe sot, madje sot edhe më keq se atëherë, e gjykate speciale që tash kam nxjerrën pa në këtë mozaikun, sepse nuk dush dash me kalu gjykata speciale, është se ne po e shohim sot
Pasojat se kemi dërgu njerëz më të mirë, më të devotshëm në Hak. Edhe këtu në teren politik të gatshëm, duke ja lërë sinqerisht atyre që janë rritë me një nulla titës. Nuk ka edhe asgjë të keqe i lirë, pse njerëzit janë pasardhës të një brezi që nuk janë tregu mirë edhe ndershëm në periudha çfarë kanë kalu shqiptarët. Po si brez, unë kam ujtë me kuptu kështë, dhe me thonë nuk kam qenë në gjumë. Mirë, po kësot kër e shetë që çfarë të rini politik, po ndërtohet në Kosovë, ku lartësohet figura e Titës, një sistemi cili ka burgos e ka vra burat më të mirë këtij kombi, prej Adem Demashit, e Abdullahut, e Metosh Krasniqit, e Kadri Zekës, e Jusufit Bardhoshit, e një brezit e tërë kërkojnë ndjesë për ju mbetën bërsh, edhe sot kur shepi njëllë të këtyne, të këti brezit të tës që janë rritë me këtu një nullat e drushtë Titës, me të vërtit është të është edhe kuptoj që sa nevojshme është me konë njerëz të UÇK-s në politikë. Përkundërzi që në një shoqëri normale dhe racionale, ata do duhet të ishin në triumf i kësaj shoqërie, të nderoshin për kontributin e tyre që kanë dhënë, të ishin në vendin e merituar, mirë po me këtë shoqëni për bjen e hise prap këtyre që kanë rrugtu gjatë në burgje në kazamote serbe, që kanë rrugtu gjatë në rrugë të dhimbjes së madhe të asaj që kanë nda kufirin shqiptar, një brez që këtë jetën e vetë e ka dhenë për liri, shtrim dhe luft, pro dallon aktiviteti politik që din ti dikush rezistencën e ka bërë në mënyra të ndryshme, po ky brez ka shumë nevojë dhe po mendoj që sfida më e madhe shoqënisë tonë së dilir është që me kalu këtë sfidë në gjykate speciale, jo vetëm për faktin që ata i duhen politikës, po edhe për faktin e asaj që çka bartin në historinë dhe lavdin dhe pavarësinë e këtij vendi, edhe me dënimin e tyre që nuk po besoj që do të kemi një verdikt të tillë të gjykatës, sado që është ky proces i kontaminuar, shtetësia jonë vihet në pa, jo vetëm jo në personalisht çfarë verdikti presni? Ai një optimist se të lirohen. Unë kam përzirje ndjenësh, me thonë drejt, duke po rolin e prokurorit, tash na jemi njerëz edhe përplasja jonë me proceset e drejtësies, edhe me atë se çka bartim në historinë tonë, pra nëse she epoka para gjyqit e plot kësip që shqiptarët kanë rrugtu gjatë. Dhe me thonë kjo është një epokë para gjyqit e njerëzve të cilët në asnjë çmim. Unë kësha dëshiru sinqerisht shumë e dhimbje po e tham, është e vrash çka po e tham, me po ndoshta do të vdej për ju para asaj gjykate, ju para njerëzve më të tult, me dinjitet, me integritet, kur krerët më të mirë, burrat më të lavdishëm këtij vendi do të më ballafaqu me pjesën më të risht të kësaj shoqënie, e cila në asnjë periudhë as ata as brezit tyre nuk i kanë dhënë kurrë këtij vendi. Edhe nuk ka të keqe ndoshta njerëzit që s'kanë mujt rrethona caktuar me i dhënë vendit. Është friga, janë mundësit, po nuk e kuptoj. Është e kuptueshme. Sot në liri, pra edhe me duke nisë të kjo që ne sa kemi pa në gjykatë, çfarë dëshmitar kemi pas. Dëshmitarët e palës mbrojtje dhe dëshmitarët e prokurorisë normalisht do të duhet të preqim një verdikt që ata do të liroshin. Pra, nisur nga kualiteti i dëshmive kundër një personi që dëshmitar ma banale. Dëshmit banale, ka hup lopa, ma kanë marrë lopën. Kanë bë magji të zezë, kanë urrejt se unë vesh mirë, kësi absurditeti. Absurditete të llojit vetë të cilat nuk i bojnë der as Kosovës, as lirisë së saj, me pas këta njerëz në një anë, kur është Vesli Clark, kur ka pas me dëshmu edhe një personalitet i shuar që shoqënia jonë i ka, edhe duhet i ketë shtëbërës brez pas brezi me Donald Brightit, Tony Blairit, Bill Clintonit, dhe me thonë një brez të tërë, kundër këtyre të cilët nuk e duan lirinë dhe çlimin e vendit vetë. Pra unë pres verdikt të tillë, dhe kjo është dhe me thonë dëshira ime, është
situata më nevojshme që ka shoqënia jonë. Ata më kthy këtu, edhe po besoj që duhet të kthehen këto me 16 shtator dhe kjo do të ishte triumfi ynë më i madh pas çlirimit të Kosovës, pas shpalljes së pavarësisë, pas fitores së madhe në GND, edhe gjykatës speciale. Po, përmbyllet një proces. Një cikël i madh. Të kthehemi edhe një herë te çështjave të vendosjes. Kur ju keni bashku vendosjes, çka keni menuar që ka ndryshe ai subjekt politik prej partive tjera? Çka ju kanë nxit? Ishte e para, për me thënë shumë sinqert, unë kam pas fatin të një krita protagonist të luftës. Edhe rrugtimi jonë, edhe pjesa ma dhemshme, jo veç e imja, po flasë për vetën ta me pa i përfshi rrethin në të cilën kam jetu, kam rrugtu bashkë, për shkak që tash është kontaminu shumë terren edhe nuk po e du me folë për vetëm për sakrificën tam. Ne i ndam disi rrugë me shokë të luftës, të cilat janë disa gjëra që ish dasht me i thonë, edhe me i shpalos, edhe ma herët, edhe të ti, po du me u rezervu, jo për nga frika, jo për nga asë një arsye tjetër, vish për shkak të ndërshmërijës, jo diçka më shumë se sa kanë pas parti tjera, po një volim i disa djemve të ri, të cilët normalisht edhe në sheja Kosovën në syrin e tyre. Duke konsideru që administrata në mikut ishte dëmshme, populli jonë edhe këtë sakrifica brezit tonë ishte për liri, shlirim dhe vetëvendosje, do duhet që t'ishin njerëzit tonë të qeverisësin, jo në asnjë rasti që kemi pas administratorë të veneve të treta të cilat nuk kanë pas zhvillim edhe kemi tajtu për shembull ka pas në Malishev administrator i Pakistanit ka qenë një administrator, ka qenë burr i mirë, po jo i rritur në frymën demokratike, kështu. Unë kam qenë 99-2007 polici, sheja këto venet nga Gana, kishëm komandant policor nga Gana që nuk kuptonte nga India, jo për ta përbalt Indian si shtet, po ishin larg qenit afër demokracisë siç ishim ne. Ishin tema si bashkimi kombëtar, ishin tema të tilla si jo Serbijës, në fakt kauzat e drejta për cilat mendoj edhe unë sot, mirë po që sot ndihem i tradhtuar, i mashtruar, edhe kam thënë me vetdije se ashtu si se ka thënë zoti Kurti një kohë, asgjë nuk është për një aktivist politik, e për një politikan, kur verdiktin ose padrejtësien do të me e përballë me një prokuror të shtetit. E keqja edhe përplasja e përballja më e madhe për secilin do që rrugton politikisht, e flet politikisht, e premton politikisht, do të ishte në ato momente kur ai do të ballafaqohet me popullin. Pra unë për këtë tha me bindje, njerëzit mund ta marrin kërcënim, sidoqoftë çka do të qoftë mund me çujtje, me cilësu, mirë po edhe mua edhe shumë shokëve të mi, sidomos zoti Kurti edhe lëvizja vetëvendosje më ka shumë borxhe edhe fakturat e palara për cilat unë kam i kërku llogari. Do të thonë në një moment unë do t'i kërkoj llogari, edhe jo llogari të thjeshtë. Pra 19 vite me shpenzu në lëvizjen vetëvendosje, me dal kundër secilit shok e mik të luftës. Tash trishtohem. Barzan, ju keni qenë person i rritur me eksperiencë gjatë jetësore, me zërë që kanë marrë, me u fut parti. Keni qenë i vetëdijshëm, njeri i pjekur, plus me përvojë në luftë, luftëtari, ju që kështu që pse duhet një subjekt politik me ju pas borxh? Jo, jenë kauzat pse na ka borxh. Pra, kur ti rrugton 19 vite, edhe sakrifikon jetën, politika shumë breza aksiona ka kushtu shumë. Pra, për shkak të dallimeve politike ekstreme, kemi pas përplasje, kështu ka qenë terreni, nuk ka qenë arsyeshëm, por kështu ka qenë terreni politik. Pra, ka borxh për shkak të kauzave, për cilat ti ke rrugtu, bashkimi kombëtar, që ishte të drejtave shqiptare në qamëri. Si kompenzohet ky borxh, se po të kuptoj që nuk është borxh, themi kështu banalisht financiar, po
Më çmimi më i vogël i këtij borxhi do duhet të kompenzoj, po që ky njeri nuk do bëj asnjëherë, pra nuk kam konsideruar me drejt, edhe them me dhimbje që ky vazhdon me qenë edhe jo vetëm në këtë territorin e kësaj pjese shqiptare që quhet Kosovë, po gjithandej ka kohë shqiptar për shkak se influenca e tij është e madhe, është politikoni më i dëmshëm. Pra, nëse po nalemi në këtë periudhën e 2001-s, unë e di se çka kam bërë vetë, çka ka bën shumë shokët mi të cilët janë dëshmorë në Maqedoni. Për me arrit shqiptar disa të drejta të tyre në raport me situatën politike në Maqedoni. Edhe sot ti investon atë shumë në Maqedoni që ato drejta me gjuma shqipe, simbolet, punësimi, respektimi i vlerave, respektimi i simboleve kombëtare. Pra, nëse e shet dëmin që ka bërë zoti Kurti politikisht, për njerin racional, për gjithmonë i drejtohet në njerin racional që nëse mundet argumentin tim me përgënjeshtru, jemi krejt korrekt. Do me thonë, në kundër argumentit është përgënjeshtimi. Pra, ne kemi rrugtu gjatë me kauzat e cilat na kanë kushtu shumë. Pra, kontributi jem edhe disa shokëve nuk është minor, edhe nuk ka qenë me u konvertu në pozita. Ne as mos shoh shumë i hiç. Absolutisht. Mirë po, kur ti vije në pushtet, e ke rrugtu kundër privatizimit, që njerëz kanë dhënë jetë për privatizim. Kanë shkatëruar mirëqenien e vet. Ndërhy vetëm këtë javë, e pash lajmin që 260 asete. 268 ose 9 asete janë dalë në privatizim. Gjatë kësaj jave. Pra, kur ti rrugton kundër zajednicës, e sot jo që bën zajednica dhe serbizon Kosovën me ligjin për shtetësie. Kur unë, zotin Kurti, pas një investimit madh më shok luftës, unë me zoti Kurti është projekti, është ai që e mbron Bashkimin Kombëtar, betimin OÇK-s, ne madje përdoshim shumë slogane, dëshmorët nuk negociuan, vendoshim plakata, arrestoshim, sot një me tërpë që unë i kam pos 30 lanë të asaj që quhet tërpë tash për mua kauzë lëvizjes vetë vendosje me hek flamojt e Kosovës në ditë të shlërimit në Malishef. Ju i keni hek personalisht? Unë personalisht i kam hek. Personalisht. Edhe ka pos momente kur më kanë zënë shokët mi të luftës e policijës që kemi rrugtu bashk, edhe ju kërkoj ndjes që jemi një në pozicionet këqija. Kur dhe me thonë unë i kam hek, atë komuna i vendoske prap, ne prap dilshim i heqim, edhe të organizun akcion edhe në zonë. Edhe tash llogarit në çfarë situati jeti me një shok që ke rrugtu gjatë në luftë, ke rrugtu gjatë në ndërtimin e institucioneve, mos harro se sakrificë madhe shumë ushtorë të ÇK se që ka kushtu sot me mirëqenie lirë është që shumë të kom përfshin dhe brezin tem, ne me njerë mas lufte jemi kysh në ndërtimin e institucioneve të Kosovës që kemi kalu jetën më të madhe e kemi punu me 200 euro edhe s'kemi ndërtu standard. Kjo është llogarit sa e trisht është. Paga në institucion atëherë ka qenë po thuajse e mirë. Tash llogarit kur mendon për zonën tonë ku ke jetu, e për zonën e Malishevës që ka qenë gjithçka e shkatrune, që s'ke pas as lugë, s'ke pas as shtëpi, s'ke pas as pare me bo martesë, edhe gjithmonë me kredia me borxhe, e llogarit ta që s'janë djegë, edhe s'janë vra, ku kanë arritë e ku kemi mbetna. Po kjo është sakrificë. Normalisht, është detyrim që kemi bo për vendin tonë, pa është veç për vendin tonë detyrim. Pro gjithë kjo, kauzat e zotit Kurti, në kuptimin me zajednicën, me gjykatën speciale, në kuptimin me njohjen e dokumenteve, dhe me thonë, ne po del që kemi bo më dëmë Kosovës, edhe që janë të opozitë, se so që kemi bo hajrë që të populli. Pro zotit Kurti u desh marrë aj në 2021 dhe në 2026, e jo vetëm mi e cuk të marrëveshje që ne në aso kohë, edhe me format më të dhënshme, më të gërditshme, kemi protestu, duke menduar sak se këto janë proceset e dëmshme për Kosovën, a i vije e cënë. Pra, a u desh na me sakrifiku 19 vite, Moni Albeni
me dhënë jetën, me humbë për pakon Atisarit, e morë Gjelal Sfeqla në 2026, bashkë me ligjën serbe me bo ligjin e shtetësijes, edhe me thonë kjo është derivat i pakos Atisarit. A se ke ditis kush është pako Atisarit, a? E me thonë, u desh 2026, a shka dhe ti thu se të murnit e Arbeni. Edhe ma keqja, di cila është, ashtu se kur pa dallim partit politike këtë vend. Edhe shokët e tonë, luftës që kanë luftu politikisht, një farë mënyre, e godit të zërin kritik të familjer të dëshmorve. Ashtu edhe këta, për te i saj kanë shku. Dhe me thonë, kanë godit asë shtelë. Ma dje mu vjen keq, për kemi pa që i kanë bada qësë havne në ndërtimin e institucionëve të instrumentalizua që thellë. Një njeri që ka dhimbje vujtje, edhe në fakt dhe dojë ajtë dhe t'ishte zëri kryesore asaj që në vendin e Kosovës dhe dojë të kërkon të drejtësi. Pa llogarit çfarë çuriditje politike e çfarë mashtrimi ka bërë këtij vendi zoti Kurti, sot damin politike ka bërë. Edhe te rasti i zotit Dehari, shtrohet që kjo pyetje do thotë kush po detyron me u instrumentalizu. Pse po lejojnë veten me u instrumentalizu? Unë kam një shpjegim, po du me qenë rezervuar për hir të respektit. Kam një shpjegim edhe për këtë. Me që rast si ti, se po, nuk është ashtu me jo në raport me ty, por në raport me opinionin, se fundit e fundit ne jetojmë sot në këtë botën e teknologjisë. Çka do që flasim më këto? Edhe sot çka do që po bëjon, po e bëj analogjien edhe po e bëj përplasjen e Kurtit sot me kravat e me flamurin Lara, duke ju palosur edhe Kurtit deri në 2019 kur ishte opozit. Pra do të ishte shumë normale, se ne fundit besojmë kemi edhe si njerëz, mirë besim, edhe unë ty mësë me pas mirë besim nuk do të shumë ullu këto bashkë. Edhe politika, edhe lufta është ndërtuar me mirë besim. Pra, fakt këtë raportet njerëzore janë mirë besim. Ndërtuar me mirë besim, ti ke mirë besu. Do të ishte shumë normale që zoti Kurti tregtonte edhe kjo është. Unë shumë herë kam pas dilema. Unë kam shumë letrat shënuar për atën se si ka i lëvizjave të vendosje. Beso, kam edhe shumë argumente për cilat s'kam dashur me i përdor në momentet me thonë i ke personale. Po do të ishte shumë normale që partitë politike rrugtojnë marrën pushtet. Edhe kjo ka qenë dilema ime me zotin Kurti. Madje kur përballnim ne, unë e di një takim isha në polici, edhe në 2004 në banat e dëshok luftës në Drenov se Malishemës. Kur zoti Kurti nuk mundte me gjetë kërkon hyrje. Edhe aty sfidova. Jo duhet me dalë për institucionëve, duhet përmes rrugës rëzohen këta, duhet më ndërtu një republik tjetër, një situatë tjetër, jo kjo që pena vjen, kjo që në erë tani në tha jo dhe kjo është e dëmshme, duhet një republik tret. Unë i pa ta thënë kështu. Thashë, unë për keq përdori pozicionin tem, si polic, për përdori autoritetin tem, me artin këtod, normalisht edhe mendimin e familjarëve tjerë, të këti miko, po mos ta kisha këtë autoritet si do vije ti këto. Pra unë menoj që ose shembullin që kam pas shumë të argumentueshëm. Kujtohet në protestën kupatar dhe ky zyrtari serb, ish presidenti Vuk Drašković. Jo Drašković, Koštunica. Që e keni lëshuni pa to jo, këtë vënë, ka qenë atë me emrat... Po, kjo ka qenë më vënë, kur në mërdore, ku arrestu e Mrosh Xhemajli si deputeti Kuvendit Kosovës. Koštunica ka qenë atër president, me sa kujtoj nëse zgaboj. Edhe, u patën arrestu aty, u patën lëndu qindra aktivist, po nuk u baja pun lajmë u bëse gjatë përplasjes sa koja e deputetit e Mrosh Xhemajli në televizionin publik asa kohë, u shqy. Dhe me thoni, të e arrestu, të e kap, e thasha, beshet që përbohet lajmë. Por menoj që ne duhet me hi në situacione, edhe gjithmonë jam qujtë kështu për shkak të kaluarës ta me ti e shik. Pse me jam shik? Po ti po thu me bashkëpunu. Po e mira e... Shik kështu si eleganta? Jo, shik si shik. Si shik shërbimi informativ i Kosovës për shkak kaluarës që kisha tafërt me zotin Veseli, zotin Thaqi. Edhe unë thasha, po hajta bëjmë diskutimin me argumente. Pse shik? Nëse ne duhet me hi në bashkëqeverisje, ta zëm
me Malishev. Kemi 4 ansambles ose 3, edhe hymë në bashkëqeverisje, po i marrën 2 drejtori. Dëshmojmë para qytetarëve se drejtorët tonë dinë me qeverisë më mirë se këta. Edhe kjo është forma. Dhe me thonë, atëherë më thonin kështu, pra pa skenave bënin gjithçka, pra krejt i lirë me ndërtu këto, nuk kam investu as në frymën time, as në jetën time, me prunë pushtet një politikan damshëm. Zoti Kurti let do ta shlyt në këtë faktor. Normalisht që së Dilirë nuk është terreni, për shkak që Zoti Kurti e bën politikën për shkak të këtyre që kanë komplekse, për shkak kalurës që brezit tyre edhe këta s'kan mujt me shërby Kosovës. Po Zoti Kurti... A ka qenë zhgënimi yt me vendvendosen, a ka qenë kështu duke ardhur si një proces, apo ka pas një moment caktuar kur ke thonë boll mos e Unë jam sugjeneris i llojit dhe ka qenë kështu gradualisht zhgënimi ka qenë gradualisht, dhe me thonë mi përmend disa situata. Për shembull, ne kemi pas një ndër qendrat më të forta televizijës vendvendosin në Malishev. Kjo jo për saje dikon tjetër, po sinqerisht në saje të krejt angazhimit tem, për shkak kalurës, për shkak që edhe pushteti që ishin shokët e mi të luftës PDK-s, edhe në polici, shokë luftës na kursenin në ato aktivitetet edhe dëmshme që i bënim politike. Kanë msherin në sy. Po, shumë herë kanë mbyllë sy. Për shembull, kemi prish ditën e shlirimit, kanë ardhur zyrtar të institucioneve të Kosovës, Malishev, aty ne kishim problem me pa besueshme me prish ditën e shlirimit. E kemi prish ditën e shlirimit. E kemi prish ditën e shlirimit disa herë. Sinqerisht e kemi prish, do me thonë. Edhe këto janë fakte të argumentuar se aktiviteti edhe neve na u duke krenari në atë kohë. Edhe këtë në rregull. Pra, në atë kohë, kur patar ky grupi prej fere që hyrin në vetëvendosje, një pjesë e tyre pagoshin me paga. Edhe në mesin e tyre një farë zonjushe. U pagujke me pagë dykon 800-900 euro. Edhe në mbledhjen e kryesisë në Malishev, kërkova llogaritje, pse këta njerëz. Zonjushe e ferit. Në zonjushe e ferit, me emën e mbjamër për kursejna për shkak tash qasjes. Po e di cila është. Edhe madje biloni pa ta irritu në atë zonjushën që patëm një protestë shumë të dhënshme që na u denu Stefanovici pator në Kosovë. Dhe ne kishim zyrë të 4 lullat. E kishim një aktivist aq lëndun. Edhe nana i Gjelanit, edhe nana Tina ishte shumë e shqetësuar, shumë u lëndu. Ajo ne e pritshim me në ardhë dima shpejt, me mora e zonjusha erdhë, edhe a ishi shtrim para derës tyre se 4 lulla, kjo zonjusha pe këshyrë dhe me thonë, nuk ndjenë të këtë qardhje për gjendjen e aktivistit, po ishte të trishtuar pëse s'me marshë rrugën me kalu. Pra, se të përbëjmë në formë kështu të rrëfimit, dhe me thonë, gjithmonë kam qenë kritik, edhe kër e ndërtu institucionet, kër kemi fitu komunën e Prishtinës. Dhe nga sa abuzusen edhe këta sët, atëherë që e morën komunën e Prishtinës. Edhe me lërë kështu me ndërtu një diçka për herë të parë dhe për opinionin. Përfshin në nëntime, përfshin bashkëshortën time, kanë gatu me 10 flinja apite, për shkak që s'kemi pas buxhet me fitu komunën e Prishtinës balotash. Ju kam hyrë shokëve të mi të luftës që kanë pas biznese, nështë edhe i kam gënjy për me marrë hamburgera me prunë këto. Edhe kër me u fitu komuna Prishtinës, sukur sot në pushtetin qendror, tash kanë fillu me iratu disa zëra, po pjesa më madhe aktivistave sot janë mërgem, sot kanë ikë. Edhe ata që janë këto janë zhgënjur, përmeni me emra që kanë prish datat e martesës, e kanë hupë mundësinë e martesës, e kanë hupë mundësinë e punësimit. Pra është një tragedi e madhe që ka bërë Zoti Kurti me shumë njerëz. Mana për mana duke thyr besimin. Edhe unë çdo herë kam qenë kritik, edhe me qeverisin e Shpenda Hamitit, kam shkruar, kam takuar Albinin, kam pas argumente që kam thënë, kemi shokë e miq që po na vinë, shtepim, kanë ormum, kanë taku, po thojnë 160.000, 200.000 vlerat maja shumës, për ne lypin për lejet, pushtetin tonë, e pa të taku personalisht Albinin.
edhe për disa njerëz që kanë qenë ministra, ish ministra, ish drejtar. Edhe kish argumentet, vinin edhe njerëzit dëshmane. Madje kanë pas një argument, këto po them edhe për herë të parë, e din edhe opinioni, kanë qenë një pjesë e lodrave të fëmijëve në oborrin e QKUK-s. Rruga ka shkon ka Oleksit, kujtohet një park aty që Po, ka që qenë. një kësillona park, që thonë. Ashtu ka qenë me ato olajat rrotulluese. Unë kam pas vetë pronarin e saj në shtëpi, ka taku me një shok temin që kemi kryer hetimin policore bashkë. Edhe mi vendosi proces verbalet përpara, tha, më kanë dhënë me emën se do të putet ai që ka qenë drejtor. Me emën tha që ku më ka kërku 10.000 tha, unë tha jep 10.000 atina, tha po pakten unë në syrin të me shoj se nëse dikush ka bind me votu këtë pushtet është jeni ju dhe familja ju që keni dhënë shumë edhe si një korit nas një proces, është nuk ka as një mundësi. Edhe verifikova, ndodhi në atë kohë dhe rasti tragjik i Astrid Deharit, mas të parë nësë patëm taku me një konferencë, ka qenë avisari mere aty edhe Albini, unë e takova Albinin, pa përmeni kështu, është dëshmitar Berat Lahe, kam pas me këdhënën e Liburit, edhe pi thamë kështu, aju trishtu Albini, thash edhe po shtetin, edhe levizin vetë vendosin, njerëzit janë të ta bo pa qaver. Nuk të kemi bashkan gjitë në rrugë, kështu. U trishtu edhe, tha Dardan, tha dhe takohemi, shumë shpejt. Tha të lutëm jep bydet mundësi. Unë i kanë punë të mija, mas 2 ditë më kanë marrë në telefon, tha Dardan, them të u thu për Zvicër, tha, pregaditu, tha, merë pushim isha të përnu me një projekt UNDP-s në atë kohë, unë kam hinë vetë vendosi, kam pas pak 1.100 euro. Më thonë, nuk kam hinë për pak, kam përnu një institucion kredibil, që ka qenë UNDP-ja. Edhe tha, merë 2 javë ditë pushim, tha, do t'i diskutojmë këtu. Po kjo një farë mënyrë e morë shumë zamra në levizës vetë vendosje, të përfshinja dhe krajnë e Dardan Molliqi tani. Edhe tani më pengunin, mbyllën rrugët, ai takim nuk ndodhi kur. Unë vazhdoja të shënoja letra, ato letra i kam të dokumentuar, asaj edhe pse kanë hinë njerëz edhe të mitë në kompjuterin cilën e kam pas, mi kanë fshi shumë dokumente, po i kam rrugë shumicën për tyre. Pra, i lirë është një rrethim i këtij rrugtimi politik me lëvizjen vetëvendosje që është shumë tragjik me i spjegu, jo se për ta përbaltur, ne kuptoj se këtë opinionin ju për i nati, absolutisht, as për ego, unë po thamë, ditën që bjen Albin Kurti për i pushteti, punën më të vogël që do të me ba, ndaj disave prej neve, të pakten me kërku falje. Se veç frymi e dhonë, lëvizjet vetëvendosje në 11 vite. Është e trisht, jo që me majtë burg, jo që me arrestu, jo që me humba antar të familjes, e me u prish me shokët e tu, e fundit me i përshurmi se dhe politika është ndërtuar në bazën e interesave, po të interesave të mbrapshta, se dhe njeri kur martohet me dikon një ka interesat, e mërë pëse është e zonja, është grua e ndershme, po kjo nuk ka ndodhur në lëvizjen vetëvendosje. Pra lëvizja vetëvendosje siç është ndërtuar mbi bazën e mashtrimit të tradhtijes, në bazën e krimit dhe të korrupsionit, mbi bazën e politikave të Çubrënovicit e të Daqiqave të Mickoskave, komurzu një ditë. Po dami saj tashmë është i madh, edhe jo vetëm këtu ne ku jetojmë këtë hapësirën shqiptare, po tashmë edhe pse që 3 muaj më kanë ndalu hyrja në Maqedoni, ata nuk më kanë ndalu hyrjen, po më kanë thënë mos hyn, ne po të lirojmë se të më shku me vizitu vllahun në Maqedoni, edhe nuk po të arrestojmë, po ti je i papranueshëm për 2 shërbime të inteligjencës së Maqedonisë dhe të Serbisë. Edhe kam qenë me gruan me djalin, unë që 3 muaj nuk shoj, kam arrit me nxjerr rezultate të verifikueshme që është edhe insistimi këtyre, që edhe atë rrugë me mbyll, unë jetoj me shumë shok atje. Po thani që dikush nga Kosova ka insistuar që juve t'ju ndalohet shkuarja në Maqedoni ose të arrestuani atje. Këtë kam të konfirmuar madje edhe nga vllai që është në burg, që i kanë thonë doganjert aty. Më thonë që kjo Dardani sa ka prej palës Maqedone këtë që janë shqiptar, e ka dhe insistimi kësaj iniciativa ka fillu prej Kosove. Më thonë, kjo është e verifikuar,
edhe asë një shkroj nuk e thamë pas qenë e vërtet, pa u përballë me të vërtetë. Të nglon e pa besueshme me lyp shteti jonë, për një shteti fqin me u arrestu një qytetar i Kosovës kur ka lënë ne. Kjo është për shumë arsye politike të rrugës sime. Pra krahi më i djathtë edhe i grupit Komanova dhe i vllavit tim atje që është Dardani. Edhe kjo ka të bëj me shumë çka. Kur fillovan me bisedu për rastin Komanova, filluan shumë kështu mesazhe, takime, zguxon këtë me përdor, mos e përdor këtë, s'do të më thonë këtë. Madje ti nuk dush me fol as për luftën, as për veten, ti do të heqësh dorë nga politika. Po, jetojmë këtë shoqëni, do të vi momenti kur aty cili ka qenë trishtimi më i madh kur kanë dëgjuar historinë e njerëzve që kanë dhënë shumë për këtë vend. E kërkoi ndjes atij burrit madh që i pejes, tash jeton në Zvicër, në rrëfimin e Lugaxhin tha kur hyra në burg si gjimnazist në atë kohë për shkak të parullave, tha dhe e kishin pas maltretuar shumë. Tha kur më liru, tha kur shkova në shtëpi, tha s'nona nuk më foli. Tha i thash pse nona s'po më fol? Tha se leje më kom shite familja tjerë. Po nona, tha nuk mëj me të fol, tha se na ke bot dam. Tha se në pëdërojmë të Jugoslavia, shashtë të nga ba. Tha me do pikrisht se djetojmë në politikën e neo-Jugoslave, për cilët ka nda vllaun në Maleshev me vllaun në Bruxelles, ka nda motrën në Kopenhagen me vllaun në Gjilan, ka nda vllaun në Berlin me vllaun në Gjakov, ka nda nënën në Drënic me djalin në Bazel, dhe me thonë, kjo është politika që ka bazot i Kurti, bro. Ka nda njerëz. Këto raste që po i përmeni. Jo, kjo është dokori, nuk është... Kjo ka ndodhur për shkak të politikave të Albin Kurtit. Absolutisht. Dhe me thonë, vetëm për shkak të politikave të Kurtit që ma nuk janë politika, për është të gjenë. Pra, kjo që bëzë zoti Kurti sot me i përqash shqiptarë që s'kanë mundur me arrit me investimet më dhaja. Ne kemi me u vallarë sot, kemi edhe gjysh, kemi edhe burgosën politik. Nëse këto rrëfimet që ka bo shkolla e Rankovicit, edhe Miloševićit, pse dhe një kam prejtu, edhe kur kanë ardhë në 82-ën, në 5-ën, në 89-ën, në kanë rejë, në kanë qitë jashtë, në ashtin ke gjysha si zësh, për shkak që mi i gjaj ishën borg, nona, baba ishën mësës, e kemi prejtu, po edhe shumica publik e ka përjetu se çka është politika e Rankovicit që është mundu dhe përmes fejes me ndaj me përqa shqiptarët. Pra dhe ku ka sot përqami edhe polarizim më të madhe armicur mes shqiptarëve. Unë e kuptoj që ndoshta për shkak të rrethonave me dekadë, 2 dekada, kanë mujt me konë mës me pa të rinin politikë. Nështë se kam pa dhe vetë, dhe po vjetur. A më sot e shë sheshas, se dësh let me bo dalimin, që e tujmë që të botën e teknologjijës, e shë. Pra ndarja e lirë është fenomenset, është dukuri. Nuk janë rasit izolune. është konstatimi përgjithshëm edhe... Ne jemi të epota, shteshe edhe këtë... Kësi përqarën këtë nivel nuk kam pas... Të vish kush do në gjeni... Shtetarët e Kosovës mrena vetë me njërën e tjetrin s'kam pas kur. Po ke ka rritë... Për shembull raporti karshi diasporës, çfarë ka kriju me neve që jemi brenda, do thotë ka arrit gati me na kriju dy popull të ndryshëm. Ata me na kthyer me një sy tjetër, na me i kthyer me një sy tjetër, gjë që s'ka qenë kështu, edhe nuk do duhet ishte. Po domet që është ka vazhdon me i bë kjo qasje e politikës e zotit Kurti. Megjithatë është mbetet enigmatike pyetja që e shtrejnë e vazhdimisht është edhe këto që po thotë që sot njerëzit kanë mundësi me u informu. Mënyrat informimit ka sa dush, ka dush, edhe këtë qatë vynë është pak me pas një farë mendimi kritik edhe me i vrejt fenomenet vetë. Edhe prap dilemat e onë që nuk qenë përgjigje pse po vazhdon me u votu kë njeri në masë, ose kjo parti, ose kjo organizatë. Dalin skandale, dalin
publikimi i skandaleve që s'kanë asnjë qeveri para tyre, nuk ka bën këtu për masa, afera korruptive, punësime, nepotizëm, shpërfillje ligjeve, shpërfillje prej kushtetutës deri te ai ligji i fundit, atje do thotë me atë arrogancën më të madhe as nuk i shpërfillin, i shkelin, edhe prap do thotë plus e kemi aspekte tjera, është ekonomia në gjendje shumë të keqe, inflacioni, korrupsioni, do thotë tash fundi dul një raport i NDI-s që kishte përfunduar në maj, domethënë para 2-3 muajve. E kam lexuar. Po e paske po, do thotë është shqetësuese aty. Kam shpërnda. Për shembull, perceptimi qytetarëve për me ikë mos mu kthy më. Për me ikë, do thotë sidomos te moshat e reja janë 45% mosha 18 deri 25, nëse s'gaboj keq, që 45% prej tyre nëse jepet shansi ikin prej tujtë nuk kthehen. Masanej problemet kryesore janë inflacioni, çmimet e larta, korrupsioni, edhe prap merr vota, apo vjedh vota ky, apo blen vota, apo për një me votuesit i ka topit gjykimi kritik edhe nuk voton kështu veç me një farë inercioni. Kjo ka shpjegim edhe fajtorët kryesorë ndoshta jemi edhe unë edhe ti, edhe secili këtu. Normalisht që jemi fajtorë. Ata që më njohin, nuk du me thru lavdi për vi, ata që më njohin, prej viteve 90-ta, kur jam bon me ditë se çka është miku, çka është shoku. Unë për vete kam majt qindra shok me financa, për shkak që kemi punu shumë, unë vetë kam punu. Kam punu kështu që si qëtët populli si theo. Edhe kam shku prapë zotnin shkollë. Kam qenë kryetar i gjimnazit, kam zgjedhur revistin e shkollës, e kam kriju sheshin kulturë artistike për herë të parë i Fat Berisha me shokëmi, kam vjedh fundet e buxhetit familjes me ble instrumente edhe me ble veshje kombëtare, kemi operu, kam kriju klub futbollit, domethënë krejt kush më rretimi jam më kon kështu, edhe në luftë. Me betimin më të madh, me fjalën më të madh, me besën më të madhe, duke përfshin prej babës, ndjes pas që e kam pas një ndër themelues OÇK-s, Zavendës komandanti i zonës 2 dhe komandanti i logjistikës në zonën e 2, shef i logjistikës në TMK, një kohë para se me përfundu TMK-ja në FSK ka qenë edhe shef i këtë logjistikës Kosovës, që ka pas material 36 milion vlerë kër e ka dorëzu, edhe kër më ka vdek baba jam në 2018, ka vdek durët e mija me 2,65 cent e kom po në portofolin e tina. Edhe dhimbja më madha kom me po baba në që gjendje. Që është ushtari parë, që është plagos në prill të 98-s duke sulmu konvoj në ushtrisë serbe, jo të policisë, të ushtrisë serbe, në prill 98-s në Gjurgjicë. Edhe 3 vite, për me lidh, kur vdiq nuk mujta mja rregullu varrin. Kishëm vllavin në Burg Maqedonisë, shpenzimet maja, si shumë marrë ma me biznes, si shumë munu me paga, kështu me mbjetu. As një tjegull, kemi pos dyqanet venin midis sheshit Malishev, kur është kriju institucionet Malishev, kemi hek dorë, kemi tholet bëhet park, se dështë zërpu. Dhe me thonë kemi pos sakrificën e madhe që kemi pas obligim me detyrim të këtij veni, duke shkatru këtë mirëqenien tonë. 860 armë i ka pastru nana jam me mua, që kemi blej me buxhetin tonë, për UÇK-n, që shtëpia jonë ka qenë bazat kryesore. Me buxhetin? Me buxhetin e familjes. Armë ne kemi blej me buxhet familjes. 861 armë, 860 i kemi blet nitën, ata kër e kanë prunë, një farmjër e kom vjellë, se ga i drejt. Shumë pajko i vokë për thash sa armën e blejtë. Pushko mitrolezat e parë, ja u kemi dhonë grupi Drenicës, mesin e ty në Ahmet Sabili. Ku e blejtë të armë? Të armë janë blejtë për një kanalit në Shqipni. Për ta kallëzoj qmimi, një pjesë u blej ka 400, një pjesë ka 800, marka tani një pjesë tjetër edhe mashtaj. Krejt kapitali jonë,
kemi shpallë zonë të lirë, kemi themelu njësit në e para, dhe këto janë publike, që api thamë edhe njerëzit publik njësit një e parë arti në ravec me një njëri shumë malë që ka dhonë edhe kapital të malë. Jam ka lënë këtë familje që ka dhonë kapital të vetin, ajo është i smetara, që s'përmenet kërë. Njësit me parë, i smetara. Me folë për lavdinë, krimin më të madh na e kemi bo, se bom luftën edhe më së merë, më kemi pas bërqë. Po bo sakrifice madhe për këtë luftë. Ne kemi pas buzë rrugës shtëpije. Edhe besë baba kër u plagos në aksionin në Gjurgjic, pa të shku me shiru plak në Likëft spital. Edhe ne pa të mbo gati 500 njerëzve, kështu 5 grupet njerëzve, në se cilin fshatë. Edhe ne kemi pos dyqanet poshtë, po vjen një shok i jemi, ne i pam konvojnë e madhë policisë që shkut. Edhe po vjen një shok, tha i shënjit, tha shkit në bërë t'juje. Më në shumë kam. Edhe i kom pos 2 bomba dhe një të lokal. Ka qenë vllaja më shku mbimi prezent, ka qenë Afrim Dobruna, ka qenë një shpitim Kafegjolli shok jemi, ka qenë një Amdi Zulfaj, ka qenë Rëfkim Azrejku Vandami prezent, jenë më më nërë thash jo. Thash po shkoja tjetër se me bo me himi gjithë, thash më urfonu që kaja. A besë që për herë të parë po e tham, edhe po trishtohem që po e tham, jam shku jem hinë kolonë, cerve kur ka nalë me 2 bomba edhe me revole. Edhe trajke, me dragonin politë cilë t'i një, dragoni ka qenë inspektor, më ka njoft, edhe më ka bon shërbesh, sa, kështu o ju një kesh, sa shtara di shofde, edhe më po të odril, sa që kam gjyshën vetë në shpe. Po, tha kanë me 3 karë trajke, edhe më ka prit të kontakt, edhe shumë njerëzve duket kjo rranë e trillim, kanë qenë në zoncat e shkollës, të kalu, tash kërën vërrejzat e dëshmorëve, mesin e tyne kanë qenë qikat e agjës që tash është bacimer dëshmori par, të kalu, edhe të kajt atu të më po të më rejmo. Nuk më kontrolu, nga po trojke, thajva, bella kuqa e të foja, thash shemoj, pjeta, ma dhe kom ditë sërbishën, kështu, thash ka tha dhe në prejta tjeta, se këto tha po delu që kaja. Edhe nuk kom hi në shpe, kom hi mropa do këshive që shqitëshin gaz, edhe më podë për gjakun, shumë tha ku daj, në hija se dëshme jetë milaimi edhe marremi kanë vdek për Covidit, thash atë pas kanë bon, thash, ose kam këtë halë, tha për qëfar halë do që shatë kanë bon, thash e kemi shpijen, shpicarë. Nuk ditën shanë me bon, u të frigu në ata, jem shku ju minë shpe. Dhe me thonë kemi bon sakrificë male, këtë ardhët, që kanë shku për Preshevë me dveq bëja nefës, a din me i lirë mirejnë që i kom qu me kjerët policijes të në mikë. Këtë armë, shka kanë shku për Macedoni, ku kam qenë edhe vetë edhe në luft atje edhe atje, ku jam plagos Macedoni. I plagos Macedoni? Plagos Macedoni me vlau. Edhe më këtu i kom shenu është plakt këtu, pa e ditë kur kosh. Edhe ka pos që si shqiptar, që unë ju kom dhonë buk, që një fotografi ku e kam, me 2 dëshmorë të kombit, ashtë Elmihotin shok të amin ngusht, edhe Isa Ahmeti Kumanovës, e kam pas në gjykësore glokën e policisë që të. Edhe njerëz ideja të ma kanë prish karierën, policore të e qu fotografi të thonë, kjo nuk është lumë Kosovë, për është lumë Macedoni, edhe ju më përbalë. Edhe për të kalëzoj për koincidencë, për herë të parë, kërë minë poligraf, me të regu të vërtetën, ati feti ajoga ka qenë për këtyse. Edhe në poligrafin e kalova... E kalova dështuve? Unë e kalova, parana ish në tavolinë, se gloki ish prodhu 7:99. Unë të ja, glokin e kam në 98. Dhe me thonë, këto ndërlidha në artën e pikë, ku nuk mujta më janë rejqë varrin babë 3 vjetë, këtë shokët e me, dhe ishe, po që qështë mujtë më janë rejqë varrin babës juj. Dhe me thonë, ka ndodhë devalvimi madh i kësaj shoqënie. Për cilën arsye, edhe për fajin tonë, thashtu qenë modest. Se këtë situatë politike që ndërlidhën e kështu me në rrëfim, do shta me bon kështu pak edhe me ma interesant kuptimin politik, e personal, qka për ti për kësoj shoqënie, kur
edhe unë, edhe ti, edhe vetë kryeministri i këtij vendi, edhe vetë ish presidentja, vetëm prej drejtës lëvizjes nuk është e privune. Për si cilës drejtë është e privune. Dhe thonë po e dëshmoj. Pra, kur zonja Osmani u përballë me 2 vajzat e veta në shkollën Ismail Qemali, i ka largu. Edhe i ka bon hall në institucion privat, që për mund s'kajnë falë institucione private kë vend për fryman. Do me thonë, vetë presidentja ka qenë e privune. Edhe a di që ka ndodhë me këtë shoqëni i lirë? Që asë një prind aty që i ka pas fëmijën e vetë nuk ka shprehë revolt. Me thonë, mirë, ti je presidente, paguash prej publikës, merr shpallë prej publikës, me rregullu publikën. Ti po dezerton, po i hek vajzat e tua për shkak që po thonë shkolla është e pasigurt edhe është kundërmon erorinë që ka thonë. E ata prind prap i kanë lënë fëmijën aty. E kemi pas rastin e Koran Muratit, për me tregu këtyre qytetarëve që edhe kanë privun për lirijes. A ka kërku jashtë ndihmë për shërimin e babës vet. Si ka besu institucionit këto mequ. Pra llogarit çfarë degenerimi madh po ndodh shoqënia tonë. Po, shoqënia nuk reagon. Edhe tash e nejni në këtë citat, do me thonë, kur Zoti Kurti, me qëllim duke investu, edhe nështë për këtë që përdu me thonë, ishka mirë me qenë rezervun, po e thamë, nështë ki që ati në fillën për Pozharevacit, pa i duhet me shpjegu këto. Qa po mendoni me këto? Unë kam shumë mendime për ta. Njerëzit se kanë gjakin asë që ndrejsen me qenë stoik. Aty ku Serbët kanë shtinë dhe vene. Serbët kanë ditë me ble lirinë e shqiptarëve. Dhe shqiptarët kanë ditë me shqit lirë. Se nuk është shpjegim tjetër. Ti, marrë në një pushtet, kur ke 51%, kur nuk ke presion prej kërkujt, nuk lyp kërkosh asisën pushtet, zgjedh kabinetin vet, zgjedh deputetët vet, zgjedh përfaqësues vet. S'ki koalicione. Në një momentum kur shqiptarë, qoftë edhe mënyrë protokollare, kanë pas i lirë kryeministër shqiptar në Maqedoni, kanë pas Talat Xhaferi. Qoftë edhe i damshëm politikisht, shqiptarët në Maldzi në kohën kur ka Kurti pushtet kanë pas kryeministër shqiptar, kanë pas Zvetan Abazoviqi. Shtrohet pyetja për njëri normal. Pse në momentin kur shqiptarët erdhen fuqishëm në politik, kauzat e tyre në fillun me orënu. Armiqësi me shqiptarët e Luginës, armiqësi me shqiptarët e Maqedonisë, më vëlla ka Mickovsin, se cilin da shqiptar atje, po e sheni se çka po ndodh në Shqipëni, tendenca e eksponentëve të lëvizjes vetëvendosur, deputet edhe kësi si Samedin Fera, Elvis Hoxha, çka bajnë në Shqipëni, në një momentum kur Shqipënia është rrugtu dinjitetshëm drejt rrugës Bashkimit Evropian, kur Shqipënia ka arrit me ngrit edhe turizmin, ka arrit me ngrit edhe vizitorët, ka bën 12 milion vizitorë në vitit metar, ka bën një ndër aeroportat më të frekuentuar në Ballkan, rruga drejt BE-s është e hapur, një kryeministër që për një vit ka arrit me sjell gjithë burgshtetas të Evropës midis Tiranës në samitet ballkanike, e tash po qenë edhe konferencën edhe samitin e NATO-s aty, edhe ti shkon me Renu, ti që këtu e bën shqetësien për Serb. Po veç ku është aluzioni me Pozharevac? Unë besoj që aty ka shit lirinë Zoti Kurti. Derisa ishte në burg? Absolutisht. Deklaratë e randë kjo, u mendoj, sidomos kur vjen prej një aktivistit të devotshëm të vetëvendosjes, një luftarit UÇK-s. Unë kam qenë aktivist i devotshëm i vetëvendosjes, se besoj pse jam në Aleancë se jam aktivisti më i devotshëm i vetëvendosjes. Pra sot jam kundër privatizimit, jam kundër zajednicës, jam kundër gjykatës speciale, jam kundër modrave serbe, jam zëshëm, edhe pse fyje me shohëm kundra që
vëllezërit e motra tona mi kalon rrugët e Serbisë, ama më rënd se sa e që po them për Kurtin, e që nuk është e lejtën e me thonë, është situata çfarë përjetojnë. Kurtin 1 miliard energji ja jep Serbisë, ku tash edhe zhavorin për blejnë për Serbisë, ku 300-400 milion për jep mallë Serbisë, kur ti jep oje qeve serbë, s'ka kur gjë të keq, jep edhe kishës trashkës atje në Prizren, mirë aero, kur ti jep Vudi Gjemshitit me fyu që kënë, kur ti jep rënd Gjenovcit miliona me sha historinë e lavdinit e popullit tonë, kur ti jep Shkelzen Gashit qindra euro me përbalt historinë tonë, e këndej u që kënë e qunë zullëmqare, këndej kërkohet për eksponentëve ty në dënimi me burg përjetshëm për kërët tonë në OQK, këndej kur ti ja ke nalë çdo ndihmë për kujdesin në navdëshmorëve, të cilat i kanë pas të rregullune, me marrëveshjet mirë kuptimit, me memorandume me OVL-n OQK-s me shku në tretman në baja të Kosovës e në Bregdet, kur ti që 6 vite as një cent se ke dhënë invalidëve të luftës, kur ti së dhe ke harru ku është trupi u Këshin Hotit, kur ti së të shkel filozofinë politike të u Këshin Hotit, kur ti së dhe len, edhe kur po folimi ne, me rënun kullat e jasharve, kur përdor e mundoshme për instrumentalizu familjen jashare për politikat e tua të pista, kur ti sot 6 vite se ke pi një kafe në Bregdetin shqiptar, e shkon rrin me njerëz pro Miloševićit në një tërez e në simpozium me pin kafe ka lënë pushimet. Pra, a jam unë tradhtari i këtij vendi, kush është? Po flas për qytetarin racional. Edhe po i tham opinionit që po unë jam u të bashi. Ama qysh që ky u të bashi, që ky i shitëri, që ky Dardan Krasniqi, që ky i 3 luftrave, që ka pas detyrë me dha vendit vet, po thet mos hani serbisht. Qysh që ky u të bashi, po thet mos i kaloni rrugët e Serbisë. Qysh që ky u të bashi, po thet mos bleni energji për Serbisë. Qysh ky u të bashi, po thet shkoni kaloni pushimet në Bregdetin shqiptar. Tash kush është i të bashkët? Kush është i dëmshëm se këto? Është shumë e lehtë me kuptu. Ai kush do me kuptu? Mund dhimën lidhja me njerëz që të kanë, e me miq, që nuk e kuptojnë këtë njeri, ose e kuptojnë e jenë arsye tjera. Ju keni edhe familjar të ngushtë. Ky për mu nuk ka. Qysh e spjegani këtë të Unë këtë që më i me thonë, unë jam shumë krenar me kalullën e familjes teme, me njerës që... Po, e kam fjallë, ja, pa pikë dushimi, nuk po futem në kalullën. Raport me opinionin, që vazhdojnë të mbesin... Ata vazhdojnë të mbesin... Në hierarkit të lëvizjes... Vazhdojnë e dhemshme, vazhdojnë me përdorë gjuhën e pa nevajshme. Ata kur flasin për UÇK-n, do të me ditë se UÇK janë vetë. Kur flasin për familjet e dëshmorëve, do të me ditë se kanë nënat e dëshmorëve në familjet e vetë të cilët kanë dhënë gjak në secilën luftë shqyrtare. Ata kur folin për parime dhe standarde, do të me ditë se jena familje që kemi rrugtu kështu, po normalisht në këtë terrenin politik është kjo që ka shaktu zoti Kurti. Unë do të ishte njeri i fundit që do ta kritikojë zotin Kurti. Do të ishte ushtari i tij i cili ka dhënë më shumti për marrë zoti Kurtin në pushtet. Edhe në organizim, edhe në tribuna, edhe në protesta, edhe në votë, edhe në mbrojtjen e votës, edhe në antarësimin e njerëzve të ri, edhe në përfaqësimin më të mirë, më të dinjitetshëm se aktivisti i lëvizjes vetëvendosje. Po për cilën sot zoti Kurti s'ka nevojë. Kuptimin politik, po e thënë. Është një figurë interesante në vetëvendosje, të cilës i atribuohet krejt kështu menaxhimin hije i lëvizjes vetëvendosje. Quhet ajo eminenca grije vetëvendosjes Dejuna Mihali. Çfarë dini ju për të, dhe a është e vërtetë që influenca e saj është aq e madhe brenda vetëvendosjes, apo veç është kriju një mit rreth saj? Ndoshta qëllimshëm edhe prej vetëvendosjes që me heq përgjegjësinë prej zotit Kurti. Unë personalisht besoj që gjithçka aty vendoset prej Kurtit.
Absolutisht. Unë jam i bindur kështu që ai është alfa dhe omega e gjithçkaja atë që ka ndodhur. Zoti Kurti në Dhe rrugtimin jona për mua mund të jetë vetëm një vegël në hierarkinë e lartë që i kryen direkt punët e Kurtit. Po Zoti ju ç'a mendoni ose keni qenë brenda aty si fikni po? unë nuk e besoj për ato çka di unë, po jam shumë i sigurt që këta që kanë orë bili ma vënd të se kanë taku kur. Po për kuj që din zonja Mihajli, kur ka orë në vetëvendosje, 3 net e pare i ka kalu në familjen tonë, në Malishirë. Shumë gjëna edhe ju familja ju. Nuk dhe të e gjëna, se unë kam konsiderat. Pse dhe të shpjegoj, pse kam konsiderat, pse personalisht ka bo dëm. Kuptimin jo dëm. Do të me kuptu se cili qytetar. Unë i jam për me ndërtu standarde parimi, integritet politik, barazi sociale, meritokraci dhe drejtësi. A është dhe jona Mihali motori organizativ edhe mami influencë i vetëvendosjes? Deri me 2021, kur kam qenë unë e pjesë e sajna, e pandashme. Në 2020, kur në ndalë në Aleancë, do me thonë në kjo veç, unë ka qenë ke pauza kur ka lëvizja në pushtet, edhe kur jam detyru me ik, që s'kam dosh me luftu në forma tjera, kam zgjedhë rrugën demokratike dhe kam ik. Nuk e kam bërë në të madhe ikën teme, kanë bërë mediumët për cilat kanë pas interesim, edhe për cilat kanë morë informata që për shkoj, për iki. Dhe me thonë, unë kur kam ik, se kam shumë të rëndësishme me thonë për opinionin, ikja ma lejtë ka qenë. Për arsye se në njerëz të kësaj shoqënie prindë mot ato në kanë ikë në rrethona tjera, që s'ka pas as kush mi prit, as kush me i përcjell, as ka pas mi gjetë punë. Unë kur kam shku e kam pas për mua personalisht për mua është momenti më tragjik në jetën time. Edhe normalisht kjo ka qenë rezultati i vetë zonjës Mihajli pse unë kam ikë. Pse? Si? Shpjegon thjesht. Që e para me shpjegu zonjën Mihajli. Si i edhe kësajna. Dhe kam shumë të rëndësishme këto me sharu. Albin Kurti, para se marrë zonja Mihajli, ka pos Dardan Mulliqin. A tha, asë njën i zdallën politikisht. Dhe këtë që ka ndërtu Zoti Kurti, e ka ndërtu her me nismën e Mulliqajt, her me nismën e ti, po promotori kryesor i lëvizjes vetëvendosje ka qenë Mulliqaj. Edhe e keqja që ende vazhdojnë me ndodhë në vetëvendosje është se ende mendësia Mulliqaj është vetëvendosje. Nuk e tha me përballë zotin Mulliqaj. Kur dënë përballën me të përplasëm, ja hapi letrat, ja hapi komunikimet. Absolutisht. Jo për ta sfidu, por për të tregu opinionit. Në lëvizje vetëvendosje kemi bërë punë të mëdha, po jo për dalë për thonë për bëjmë këtë. Po të hajde të kontribuojmë sukur për luftën, le të vijë në pushtet, një parti politike që ndërton standarde dhe marr fjalën e dhënë si besë para qytetarëve. Me ikjen e zotit Mulliqaj, Albin Kurti është dashur njëri i besueshëm. Edhe kjo rrjedhimisht e logjikisht ka ndodhur për shkak se zoti Kurti pjesës së mbrëmshme nuk i ka besuar. Edhe pse si ka besu? Ka në që në pjesë të brendshme? Konjufësën parin i cili nuk e ka mik. Edhe e ka armik politik. Madje, edhe njerëz pjesë që janë të institucionet këtona, s'po du me i përmend me emën për shkak mos me nxit kështu kësi konflikte familjare. Edhe këta kanë qenë dhe në momentin e fundit kërna zotit Kurti, atër kërë ndalë lëvizja vetëvendosje. Zotit Kurti ka qenë i vetëm në atë kohë. Këtë që kemi mbrojt zotin Kurti në atë kohë, i kemi shtin letra në burgi, i kemi nxjerrë për burgi, jenë aktivist që mi ka jashtë, jo pjesa e strukturës së brendshme. Që këtu ndjej keqardhje për shumë djemë që kanë ra viktima asaj kohe, e veçanërisht me qenë se jemi këtu, ndjej shumë keqardhje për një njeri që se cili institucion ka nevojë kish ditë me përfaqësuar Visari Meri. Zoti Kurti, kur është ndohë me grupin që dol në PSD, nuk i ka besu asni, me thonë shënthoj, një shqiptarit të mbrenshëm që jeton në Kosovë. As Konjufsës, as Liburnit, absolutisht,
as Zybës, as Hysenit, pjesës më të afërt të lëvizjes vetëvendosje. Edhe për këtij grupit të Shqipërisë e ka nxjerrë Dejonën. Si njeri që i beson me qenë në të njëjtën frekuencë me zotin Kurti. Zonja Mihajli janë shumë një handover, do me thonë, unë për ta dorëzoj që ta dhe ti përcjellësh aty. Vendimari është zoti Kurti. Ajo që ka bën zonja Dejona Mihajli, që për mu është shqiptare e mirë, shqiptare e madhe, për atë sa e një, edhe kam respekt për angazhimin e sajna, aja ka dalë më e zellshmja për të qenë suksesshëm në dorën e Kurtit. Edhe Kurti tash normalisht që gjithë këtë fuqi politike, edhe gjithë këtë rritje televizijës vetëvendosje nuk mundet si me thonë, me dalë hakësh me personalitetin e vetë. Ka kriju zonjën Mihajli, aja që e kontrollon gjithçka. Tash normalisht zonja Mihajli ka edhe mekanizmat të tjerë të cilët shkon infrastrukturë kështu. Megjithatë, ajo është bërë fuqia më e madhe shumë me influencë brenda vetëvendosjes, madje edhe do të edhe dëmshme. Absolutisht. Do të po edhe dëmshme. Personaliteti. Ne kemi pa komunikimet e saj duke influencuar në kontrata. Ka për te saj. Ka për te saj që në matreshta. Pra se zonja Mihajli është aty me vendimin e Kurtit për të qenë lidhshmëria mes Kurtit dhe të tjerëve. Pra një shosh apo sit apo një derë e cila me edhe fuqinë e saj, edhe autoritetin, edhe dijen, edhe mekanizmat që i ka kriju, mos me kalu të zoti Kurti. Pra zonja Mihajli sot është vendimarrëse, edhe nëse zgjedhet bordi, edhe nëse zgjedhet lista për me hi deputet, edhe gjithçka. Po kjo është vendim i zotit Kurti. Edhe kjo është problemi që ka lëvizja vetëvendosja mbrana sajna. Pra që nuk ka struktura, që ka veç asi që bojnë amin, që ka që zoti Kurti. Kjo do të thotë vetëvendosja one që shishëm është një grup i interesit, i cili është i koncentruar komplet në duart e zotit Kurti edhe 3-4 njerëzve rreth tij, kështu që nuk është më organizuar që përfaqëson ideale ose parime ose diçka. Kështu që vetëm është një parti e madhe, një organizatë që e ka ka pushtetin, edhe i ka milionat, miliardat e buxhetit të shtetit, i përdor për zgjedhje. Ne kena pa në 2-3 fushatat e fundit çfarë keqpërdorimi të tmerrshëm e kanë bërë buxhetit të shtetit. Edhe nisur për kësaj do thotë qysh me gjithë këtë fuqi që i kanë kriju, me gjithë këtë fuqi financiare, fuqi kështu influencuese, duke i rahatu njerë, duke i shpërbly kompanitë e afërta me ta me kontrata me këto, qysh mundet me u mujt një përbindje tillë politik prej partive tjera politike. Opozita nuk po duket që është në ditët e saj më të mira, madje do të thënë në ditët më të këqija. Që këtë javë ne e pam LDK e majti kuvendin e jashtëzakonshëm për vot besim ndaj kryetarit, i cili megjithatë me pak vota arriti, po gjysma e partisë nuk e votoi, po thuajse gjysma, për pak vota mbeti kryetar. E kemi aleancën e cila megjithatë doli mirë me rezultatet e 7 qershorit, po megjithatë nuk është në fa rezultati që me thonë me u krenu kër e ka lënë pragun. Dush me u krenu kër e dyfishon rezultatin, ose diçka. PDK-ja po ashtu është edhe në ullkryq, në pritit vendimit të Hagës, me rezultatin shumë dopt që e pat me 7 qershor. Qysh mundet me u mujt një përbindsh i tillë politik? Vetëm nëse shumë këqëta do të me thonë kështu, me këtë batutën ose me këtë metaforën e dhëmshme që ka përdorur shoqënia jonë se zullumi kputet prej strashi, do të me prita kur e ke që është shumë zhgënjyse,
edhe është e pa drejt me e A thonë. do të më animu që saj E tash dhe të... që ai zullumi kur trashët, Tash dhe që... më animu për mu këput pak, se vetë besoj që këputet. A besa kur diskutoj janë me shok, takoj edhe të PDK-sët, LDK-sët, vetë vendosjes për shkak të konsideratës që e kemë, edhe kështu. Pajtohet se cili 100% me këtë që e thamë, jo pse pe thamë, po kjo është rruga. Po pse nuk flet ka për vendosjes Tash pse s'flet, tash që ka ndodhur vetë vendosje për mos me të mitë bërsh këto që i listove të keq përdorimet, nepotizmin, arrogancën, krimin, korrupsionin, parti shtet, për arsye se zonja Mihajli nuk ka funksione institucionale, ka politike, kja ka lënë se cilës aferë në Kosovë, dhe me thonë këta në shkabën së televizjave të vendosje, po tash që ka ndodhur që është njën tonë, ne. Se cili njeri i cili ka besu që Zoti Kurti do të krijon standard politike, të vend do të anol krimin e korrupsionin, nepotizmin, e shet tash që është duke ndodhur. Edhe kam diskutu me plot deputet, zavendës ministra kam diskutu. Po unë është shuna që kur e jap besën për komunikimin e mbaj, edhe nuk hapi letra. Ata e din që ka vjedhur Martin Berisha. E din sakt. Ade kanë qëllu në takime, kur Zoti Kurti ka bisedu me Zotin Konjufca, edhe është diskutu ajo punë. Pa te në mendin e ty në tash atë, kur vjell Albin Kurti, e lejon me vjell, që i pa të thonë një ministrit komunisë më bosi prifti, vish du me falë, për një aferë korruptive, thëj pse na mos me trash pasunien se na ka në momenti. Kjo është dukuria që është të ndodhë. Se cili e din? Do me thonë, Albin Kurti i ka hanë dikujt, janë bos si prift. Po, absolutisht. E vish po fali. Kush po pendohet? Ma dikojnë që zemë për atë pjesë, që në kam dëgju, për e ko aj. Do të dikujt i ka hanë që për një aferë korruptive. Po, për një aferë të madhe korruptive, i ka thonë që, i ka thonë pëse s'po reagën, anë për komunisë më bo si prifti, se s'po mëjë me reagu. Pra dhe krijimi i krye prokurorit të ri të shtetit është për me ndihmu Zotit Kurti për shkak të pa aftësisë si me kontrollu këto grupe. Pra, llogaritën e një shoqëni. Pra, ju po thoni që situata me korrupsion, me aferë, i ka dalë edhe jashtë kontrollit Kurtit? Ka jashtë kontrolli, për këta jam shumë i bindur. Unë besoj sot, po kjo nuk mjafton, për arsye se nuk është amnisti, po unë besoj për hir të korrekcies që Zoti Kurti është i pakorruptueshëm. Kuptimin që merr për veti, ose të kryen favore për shkak korrupsionit. Unë besoj plotësisht. Edhe nuk jam i verbër, pra. Po Zotit Kurti ka dalë jashtë, edhe kjo jashtë të kontrollës çështja e korrupsionit. Edhe kjo jo për një arsye tjetër, për vetë që ky ka një mision tjetër, edhe çdo më marr me këto. Qatë misionin që do me shkatërru Republikën. Edhe kjo është dëshmia kryesore, pra, merrni. Pra ti e sheh, ku ka rast ma skandal? Kërkoj ndjes të përmeni emnat e disa grave që në kam respekt. Edhe për ta njerë që kam ruktu, bashkë kam respekt. Që ti ke ruktu gjatë. Që bën momentin që vje levizjave të vendosin për shtetë? Sa Zyba punësë gruën e vetë. Edhe aty ku e punësë më spari? Biron Kosovare të sigurime. Aty ku të ishëm është Hashim Thaçi, vllavit Hashim Thaçi. E Ganijas. E dyta, çka ndodh? Liburni e punëson gruën e vetë në bordin e Kostit. Ç'a ndodh e treta? Hyseni që në gruën e vetë, këshilltare të Arben Vitia. Arber Zaimi, pashtu e ka gruën e vetë, këshilltare të Glauku. Edhe që ka ndodhë më në vetë vendosjes? Tash vetë vendosja funksionon në saje të burrave grave që në të martune, që në strukturat vetë vendosjes dhe kontrollojnë gjithë shka. Do aty po duket si një trump familjar, kështu. Absolutisht, që shtu funksionon. Dhe me thonë, mbi 20, Fatban Bunjako. Po ashtu. Dafina Kejgjen, gruën e vetë ka po zavendës ministre, vetë ka qenë këshilltar, edhe ka qenë me funksion, në qeverinë Kurti 1 dhe 2, ka qenë njeri vendimtar që
o marrë me kënë me emru në bërë, kënë mës me emru në bërë. Në përbordi, gjithandej. Pashtu, unë da shumë respekt, do shta për dhe, nuk është që qishë respekt, është qishë fenomeni që për diskutaj. Pashtu tash e ki millet kelmendin, mik aktivist, që është shqiltar, që motra saj Nora Kelmendi, ish kandidati unë për deputete, e vlevizit dhe zëndose, për shkën në AKP. Pra ti për e shes si funksionon, e ki e gëzën balen, që është në strukturat në sekretariat e ka gruën shqiltare të arbrije në Kafci. Dhe më tonë, këta janë ata që vendosin. Edhe po që nuk je në rrethin e tyne. U zbatuaj ajo thënja e Kurti që ja përmenin shpesh që për dasma e për kusherin janë familjarët janë për dasma, jo për institucione. Domthonë, veç e ka kthy mbrapa. Absolutisht, po tash për me qenë korrekt me ty edhe me të vërtetën, edhe lëvizjave të vendosur ndërtu në fillesat e saj, për shkak që njerëzit nuk i besonin me vëllezër dhe motra. Për shembull ka qenë Liburni, ka qenë Berat Lahë dhe Andritina, një djalë shumë brillant, edhe parimisht e ka sulmu zoti Kurti, për shkak të parimeve tina. Suljotja motra Liburnit, ta kanë qenë aktivist, dhe aktivist më devotshëm. Edhe për me qenë korrekt, ka kanë qenë profesionist mirë, edhe unë edhe kur s'kam qenë vetë vendosje, ju ndolë me mbrojt vërtetën për ta kur kanë marrë pozita. Pa tashti, gratë e këtyne, dove që i përmena, këto lidës kanë pas me aktivizëm politik. Veç e në ratu. Ta shqa po ndodhë? Ki shpitim Bulliqin që vajzën e vetë 22 vjeqare, pa i plotësu kriteret e bën menaxherët të privatizimit regional. Pra, nuk ka pushtet më i gërditshëm që përveç aferës Zdravo që e kanë bën, që nuk ka afera gjithandej. Edhe kjo është me përmbyll ajo që po vjell Kurti, po bëhet ky milioner, ai milioner, pse mos me vjellën. Kjo është tendenca, përderisa ki deputet, që vetëm në lëvizjet vetënduse diskutohet, që kanë ardhur tash zvoni për shkak që janë bërë miq me atë ministër, me këtë ministër, privatizojnë, marrin tenderët të energjies, edhe tash që normalisht në lëvizjen vetëvendose nuk mundet me kriju, si me thonë, përplasje shpërthim, po këtë e reduktojnë në me eratu njerëzit e vetë, që edhe këta me kanë në posin satisfakcion kështu politik. Dhe mos me të me të bërë, që ajo që në raport me mu me Dejonën, civija jam i lirë është 5 kg e 200 gram. 200 gram? 5 kg e 200 gram, 5,2 kg. Por e dërzojnë post për me apliku për një vend punë është 5 kg, dhe me thonë ka qërësivia. Së herë aplikojshë për vend punën e 50 euro i shpenzoj me bo kopje. Edhe kërrit kulmi tani i shumë zhgenive është, unë kam apliku mbi 200 konkursin për periudhën 2019-2022. Edhe këtu ka pas protagoniste vetë vendosjes, që ka qenë kështu, me thonë, mëmi t'i konfirmu ministrat që kanë qenë vetë Liburni, Atja Bazi ka qenë zavendshme ministrë në atë kohë, te Gjellalit, te bordet, kur unë kam aplikuar, ka qenë urdhën që aplikimin tem me hek për liste, edhe pse i kam kalu, në thotë ta në fazat, pregaditjen, ekspertizën, përvojën, edukimin, trajnimet shtesë. Unë jam shkollu dhe në departamentin e FBI të Filadelfi me trajnime të specializume. Unë si kam lypë kur gjëve lëvizjet vetë vendosje. Po në momentin kur mu jam fut në listë zë se ti, ma dhe edhe bashortës timi e kanë marrë gruan time, tash për do të me shtin këta, e kanë marrë me pi kafe, e kanë ftu dhe i kanë thonë, letë merët kjo me diçka tjetër, na nuk e morru një institucione, këtë kjo aplikën, mësh me bindë më morë me sektor privat. Ose le ta mbyll gojen, qyrëm mi bojmë në farë zgjidhje, për deri sa e gjithë zëri jem kritik ka qenë që erdhëm pushtet, mos ta shgënjim këtë popull edhe njëherë me ato që kemi dhënë. Pse unë kam pas
jo veç dilemat, po Zhgënimi argumentet, maksimal, mos. për aja që ka ndodhur në komunën e Prishtinës e në komunën e Prizrenit. Si mundet me ndryshu kjo gjendje, na krejt po e dim, do thotë, krejt po e dim për masat e keqpërdorimit të shtetit, e dëmtimit të shtetit, e gjithë shkaja që janë të jabokta, po qysh mundet me ndalë kjo e keqe, qysh mundet me ndryshu kjo gjendje. Ne nisëm pak ma herët biseden edhe të çështja e opozitës, të partitë gjendja çfarë është. Thash çka sipas teje, çka ish desh me bë? Partitë opozitare, revolt qytetare. Po e tham atë që ka thënë zoti Radina e që e thanë në bisedë. Po, e ka thënë Dauti këtë të ti, po shka ka thënë Ramushi në një edhe besoj që ka posë shumë të drejtë, edhe e ka thënë shumë njërë brillante, edhe ne jemi këtu me thonë të vërtetën, dhe nuk i frigohen të vërtetës, që ka thënë ju kërkojnë ndjes në të bimin e aleancës në Deçan, që në dy çështje kur është dash me ngrit kokën, qysh e ka ngrit mas ngjarjeve në Prekaz më 5, 6, 7 mars 98-s, e mos ta ngrit shonë kokën me sakrificën teme nuk do ndodhke as organizimi o QK-s, ose do ndodhke për proceset dhe të vënoheshin shumë, e ka mull kokën e dy ngjarje. Që nuk është dash me ull, edhe i kërkoj falje vetës, gjaku derën në qytetarëve të tij veni. Cilat janë ato dy ngjarje? Ngjarja parë është kur edhe kjo është shumë e tërpshme. Edhe kjo tregon që edhe çfarë shok tunë të luftës e lejshin OVL-n po QK-s, që s'kanë bo asnjë reagim. Madje ju dashur unë kam taku Hysni Ngocatën, i kam thënë që ne duhet me vendos shatora dhe me bë protestë dhe revolt madhe qytetare. Kur paga e veteranit të QK-s u negociu me listën serbe, edhe me listën serbe kanë votu që paga minimale mos me hy ajo veteranit të QK-s, edhe rasti dy që me të drejtë tha, me bindje tha, e vendosi veten në sfidën e vdekjes, që është tradhtia më e madhe që ka ndodhur këtij veni. Ajo e ligjit shtetësisë. Dhe më thonë që çdo ditë, edhe kjo përmes me dalë kështu shumë e vrasht, për shkak që ne kemi bërsh me shpjegu opinionit, ky ligj është dashur më bë vetëm në momentet kur Serbia njeh Kosovën, kur Serbia hek prej perambulës saj Kosovën si pjesë saj, kërkon falje, ne gjon të zhdukurit, edhe ne pagun, ne kompenzon dama që ne ka bë. Vetëm këto kushte është dashur më bë ligji shtetësisë. E kjo nuk është rastësisht që ka vënë zoti Kurti. Se ai po don me eliminu partitë shqiptare të tjerat, edhe me kriju këto dy tabore. Vetë vendosën në listën serbe. Për arsye se ne për çdo ditë kemi 40, 50 e 100 serb që po regjistrohen, që potencialisht janë votues për listën serbe, të cilë... Pra ju po thoni që është strategji e Kurtit me urrit trupi elektoral i partive serbe në Kosovë. Absolutisht. Edhe me grupu dy forca politike në baza etnike. Po çashtu kanë serbët në një anë edhe shqiptarët në një anë. Edhe ky me thon dashmar me mua, hajde këtu se ju jeni minor. Kjo sheshas. Unë nuk kam fajtori. Unë më konsideru fajtori pse po e them, po nëse kam po këtë. Fajtori jam pse s'kam dalë me reagu. Kuptimin edhe dhe revoltës të dhënshëm qytetare. Po në jam dërtarët që kam vënë pa. Edhe kam folë në secilën medje. Kjo është shkrim, kjo është tradhti. Kam folë në media të Shqipni, kam folë këtu. Kam thënë kjo të qënë kështu i lirë. Nëse marrin shtetësi 200-300.000, dhe 700.000 serë. Përveç ata kanë me dëmtu në kuptimin ekonomi Kosovën duke marrë pensionet, shtesat, benefitet, edhe ata që ne kanë rrë, ne kanë përdhunu, ne kanë djekë. Ata janë trup elektoral i listës serbe. Edhe ata, sa të rritet lista serbe, votat e sajnë në bos taktit më të lartë juridik që është kushtetuta Kosovës, ata i marrin votat për shqiptarëve. Dhe me thonë, i marrin deputet prej numrit shqiptarëve. Nëse lista serbe ta zënë, i merë 15 deputet, 5 deputet më pak i kanë shqiptarët. Po nëse për te vendeve të rezervuara. Pra ku për që i zoti Kurti këto? Për deri sa ne
në këto zgjedhje, unë po e kuptoj që mundet me konë ide kombëtare kështu, me bon një serbë më të mirë, një më të keqë. Po është brejtërisht atje në shkollën e fshatin tem, i merë Krasniqi që ka emrin e dëshmorit e tagjës tem, mi marë Rashiqi 60 vota, 70 vota, e Berdani mi marë 4 vota, që Gjakov ka marrë shumë. që s'kam fjetë ditë edhe natë. Rashiq. Ditë edhe natë periudhën 98-99. Kam bon aksionet më të mëdhaja Klavdijës, që kësë mësë më lamë më djega e shkollë. Për shkak që kanë ndërtu agja, edhe me mit triumfi luftës, kemi luftu në distanca edhe fit me ser, edhe kemi inqizime për këtu. E në shkollë, merë lisas, Rashiqi merë ma shumë vota se sa Berdani. Më thonë, lërgaj që farë hipokrizie. Edhe me përmbyll këtë diskutim nga ona jam të kuptimit të kësaj se çka duhet me bo, unë për përdori kështu një diçka që ne thënim në disa momente të shtira të luftës. Me një farë thënje, ose një farë tregimi, kështu thënë një pus në një fshat të pinin ujë, tha krejt gjithë fshati, tha dhe kush pjen të ujë, tha shmenke. Tha një plak maj meqëm aty, për thë djemve, shikoni kush për pjen çdo ditë ujë, çka po ndodh. Tha dhe çdo ditë djem i tregonin babë edhe kjo familje në piti ujë, çka ndodhi, u shmente, një ditë, plaki tha çu, tha shkojmë edhe na pim ujë, djem pidoj në babë, shmendëm edhe na, çu tha shmendëm, tha se me ka të nuk shtyhet. Ta shet duhet me rezistu që shtu i lërë, unë edhe ti, e plët të tjerë, për cilët edhe unë edhe ti edhe ta tjerë jenë argatë Serbijës, në kështu nga quj, e me këthjel qytetarin, edhe me këtë gjendje që e kanë partit opozitare, është e dhemshme. E përmende... Po, ndryshe nuk ka. Da me thonë kështu, me kësi reagime, po besoj që ka qytetarë shumë ditës që po reflektojnë, po e shohin. Unë tash sa po para 2 dite isha me një pjesë shokëve, me një dasëm që kemi najtë Finland, që kanë gjende me dra për Albin Kurti, edhe me këtë qardi, kur u përshëndeta me ta për arsye që një vit nuk jam Finland, në të kërkojnë falje. Një kejti sakt në ta që a ke thonë. Kënjeri është i damshëm, nuk përshohen progres. Tha në raportin ku po zbresone, ku erdha me finlandez, tha të merë, tha përshohen regres. Tha u desh me thonë finlandezve nuk është kjo aeroporti i jonë, kryesor. A i tjetër është manina, kjo është po do, ajde e s'po shihet. Por njerëzit kanë me po, dhe kjo është një ka reflektu kështu. Se edhe Kurti këta votus nuk i ka marrë, nuk kanë marrë këta votus, ta votusin kanë të PDK-s, të LDK-se, se zoti Kurti në për folke alternativ. Jemi në fund të, vetëm shkurt të njerë, si e mendon revoltën qytetare? Me dojnë në rrugë, me organizu protesta, me i bo presion publik? Absolutisht. Revolt qytetare që e fundit nuk kam thënë me bindje, me të drejt, me argument se kur ishëm aktivist vetëvendosës edhe jo që ndërtu si kaos, si amnisti, në thënë për gjuni institucionet e juja, pa të institucionet janë shtetit. Pse ta cilë është dallimi i kësaj qeverisje, se nuk e bojnë protesta të dhënshme, me aton që akon lëvizja vetëvendosën në opozit. Për të institucionet tonë, shtetit janë kanë, po qoftë me protesta të dhënshme. Absolutisht. Për deri sot ti e ke prish krejt ato që thash në raport me shqiptarë. E ke devalvu se cilën vlerën këtë vend. E ke bo Molla Osmanin vlerë që fynë figurën e Skënderbejat. E ke bo Viktor Bozhalën vlerë që fynë flamurin kombëtar. Që i të prit me ndodhë këtë vend? Me bo si Sirina, me fillu luft me zveti, edhe nëse më shkatru rani dhe demokracia në këtë vend, kur ti partneritetin me Amerikën del pa tërpshëm thu që s'na duhet Amerika, e vë në peshore se është shmimi lirë a i shtrajt me Amerikën, qka pret? Ato po mërë këtu, edhe në përthamë, përveç që është legjitime Ilir Mirena, edhe këtë ata qytetarë që kanë me po këtë video të periskopi, edhe ata që na duan, edhe ata që na shaj. Na unë vish dashni kam. Ashtë përveç legjitime,
akti më i madh patriotik i secili qytetar që dën këtë vend është me rrezu Albin Kurtin prej pushtetit.